Edhe përkundër se në lëvizjen Besa ndodhen disa turbulenca politike në mes së kryesisë së partisë dhe nën kryetarit, njëherë ministër për punë sociale, demografi dhe rini Fatmir Limani, kryeministri Kristian Myskovski thotë se qeveria funksionon shkëlqyeshëm dhe pa probleme. Myskovski tha se nuk është informuar për qarkullimin e disa zërave në opinion se Limani do të formoj parti të re. Не сум информиран за ова што вие сега го кажувате. Што се однесува до владата, владата функционира одлично, составена е од три, би рекол, коалицијски субјекти. Тоа е коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и политичката партија Знам. Ndërkohë, Myskovski theksoi se nuk ka nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Sipas tij, qeveria do të jetë fokusuar me përgjegjësi dhe përmbushje të detyrimeve dhe reformave, edhe pse ai tha se zgjedhjet e parakohshme parlamentare I konvenojnë më së shumti VMRO DPMN-s, duke marrë përballë rezultatin e fundit në zgjedhjet lokale.